Unë për shumë lozja të ëngjit e Amerikës. Qa do lloj vepre ti ishte? Botërore, ëngjit e Amerikës. Qa do lloj vepre? Dhe ti prandaj ke shkuar 4 kilometra e gjysmë larg si Putini Dhe kisha një sken ku me Trumpin? me partnerin tim duhet të puthesha. Se luanim një çift homoseksualësh. Është ndryshe kur Dhe luani. putheshim. Po të shifje për shumë atë sken teatr, çdo bëje. Këtë gjë do bëje. Tani ju në thellit, e kupton? Jo, tash, nuk ishte një vepër në teatr që ne unë po e shikoja. Po, nuk po i hy më thellë, ishte artistike, po për mua ishte shëmtuar. Ajo lloj gjëje ishte e para njëri ishte për gallat. Një sekond, base thot ishte e shëmtuar që s'ishte realizuar mirë, të kuptojmë çfarë. Jo, për mua në Ti doje më të realizuar. Duhet ishte French kiss, domethënë. Dëgjoj. Pra, ajo që thot populli me llap. Jo, Mos doshta nuk e ka këtu më. Mos i ka shtelli. Ato lloj, shiviçik, ato lloj karakteresh. Shiviçik, ato lloj karakteresh që po flisnim ne dhe po jo po fajsonim, po që po luanim, me ato lloj gjë. Ajo është minimale e vulgaritetit. Që ndodhë rëndom. Po unë mbaj mend që Bianca për shembull i shkuli dhe flokët landës. I shkuli. Kjo nuk të duk akti shëmtuar? Nuk e pash. Pash vetëm në Ti shef atë që do të Që do të shofi, e kupton. Po, te ka jo edhe pjesë nuk është se mund duk, me thonë drejtën. A ishte shumë fani si gjë? Ishte shumë fani, u bënë trajtën është si se, po të shkosh në një cirk ti tani për shembull, ku janë